Mirëmëngjes miq, sot do ndaj për ju një nga premtimet më të mëdha të përmbushura të Zotit për jetën tuaj. Jeremia 33 vargu i 3. Zoti thot: "Mu drejto dhe unë do të përgjigjem dhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di." Ka jo pak momente në jetë kur njerëzit kuptojnë se nuk u mungon vetëm forca, por edhe përgjigja. Nuk i mungon njeriu vetëm mjeti, por edhe udhëheqja. Pra mund të kesh përvojë, arsim, pasuri apo ndikim në jetë, por të qëndrosh përballë një dere që asnjë çelës njerëzor nuk e hap, është diçka krejt ndryshe dhe kjo na ka ndodhur të gjithëve. Pikërisht në një moment të tillë Zoti i flet profetit me emrin Jeremia. Ky premtim nuk ju dha një populli në kohë begatie, por në kohën e rrethimit, në kohën e burgimit të këtij njeriu, kur populli i Zotit ishte në prag të shkatrimit, kur çdo gjë duke e humbur, Zoti nuk i tha profetit: "Shiko rrethanat", por i thot: "Mu drejto." Sepse atje ku njeriu shikon fundin, Zoti shikon fillimin. Në shekullin e 19, astronomi amerikan Percival Lowell ishte i bindur se në sistemin diellor ekzistonte ende një planet i pazbuluar. Kështu e kaloi vitet e tëra duke bërë llogaritje matematikore për një planet që askush nuk e kishte parë. Pas vdekjes së tij, observatori që e kishte ndërtuar vazhdoi kërkimet. Kështu në vitin 1930, një astronom i ri me emrin Clyde Tombaugh, duke krahasuar mira pllaka fotografike të qiellit, zbuloi atë që sot njihet si Plutoni. Planeti kishte qenë gjithmonë aty. Problemi nuk ishte mungesa e tij. Problemi ishte se askush nuk dinte ku të shikonte. Shpesh kështu është edhe me jetën tonë. Perëndia ka përgatitur përgjigje, rrugë, edhe zgjidhje, dyert hapura që ekzistojnë në planin e tij, por ne nuk dimë ku të shkojmë. Prandaj ai na thot: "Mu drejtoni dhe unë do t'ju njoftoj gjëra që ju nuk i dini." Ky varg përmban 3 premtime të jashtëzakonshme. Premtimi i parë: Zoti fton njeriu në një dialog. Si fillon vargu? Mu drejto. Besimi biblik nuk është monolog njerëzor, por është dialog hyjnor. Pra, Perëndia nuk është një forcë e largët, por një atë që të dëgjon. Lutja nuk ndryshon vetëm rrethanat, por ndryshon njeriu që lutet. Në lutje është zemra jonë, e cila fillon të rrah me ritmin e zemrës së Perëndis. Së dyti, Perëndia premton përgjigje. Ai thot: "Unë do të përgjigjem." Tani, jo gjithmonë sipas kohës tonë, llogaritjeve tona, jo gjithmonë sipas dëshirave tona, por gjithmonë sipas urtësisë së tij. Ndonjëherë përgjigja është po, ndonjëherë tjetër është prit, ndonjëherë tjetër është jo, sepse ai shikon atë që ne nuk shohim. Heshtja e Zotit nuk është mungesë dashurie, nuk është refuzim, shpesh është përgatitje për një përgjigje më të madhe, që lidhet me kohën e tij të përsosur. Së treti, Zoti zbulon atë që mendja njerëzore nuk mund ta zbulojë vetë, pra gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme për njerëzit. Fjala hebraike këtu në Testamentin e Vjetër ka kuptimin e diçkaje të paarritshme, të fortifikuar, të fshehur nga syri njerëzor. Ka dimensione të jetës që arsyeja njerëzore nuk mund t'i depërtojë, nuk mund t'i kuptojë, pra t'i rrok. Shkenca mund të shpjegojë mekanizmin e jetës, por jo kuptimin e saj. Ekonomia mund të shpjegojë tregjet, por jo paqen e shpirtit. Psikologjia mund të analizojë mendjen mjaft mirë, por nuk mund të falë mëkatin njerëzor. Kështu ka njohuri që zbulohen vetëm në praninë e Zotit, në një dialog me Zotin. Sa herë që Mojsiu hynte në tendën e takimit, dilte me një fjalë nga Zoti, udhëheqje, drejtim. Sa herë që Davidi kërkonte Zotin, merrte strategji për tij. Sa herë që Danieli lutej, Perëndia zbulonte mistere. Apo jo? Sepse Perëndia nuk është vetëm Zoti i përgjigjeve, pra ai është Zoti i zbulesave. Ndaj miq, edhe në ditët tona, sot, shumë njerëz jetojnë me pyetje. Kemi baballar dhe nëna që nuk dinë si t'i shpëtojnë fëmijët e tyre nga fryma e kësaj bote. Kemi të rinj dhe të reja që nuk dinë çfarë drejtimi të zgjedhin në jetën e tyre, çfarë vendime të rëndësishme duhet marrin. Kemi familje që përballen me kriza. Kemi besimtar, të cilët vijojnë të kërkojnë urtësi. Ndoshta edhe ti miku im je përballë një dere të mbyllur sot. Por mos harro, dera mund të jetë e mbyllur për ty, por nuk është e mbyllur për Zotin.
Kur lutja bëhet mënyra jone e jetuarit, ne fillojmë të shohim atë që më parë ishte e padukshme. Perëndia mund të t'jap një ide, e cila ndryshon gjithë jetën tënde. Një drejtim, udhëheqje që mbase do të shpëtoj familjen. Një fjalë këtu në zemër, që ta ngushëllon zemrën. Një vendim që ndryshon të ardhmen tënde. Prandaj, mos u kufizoni nga ajo që dini sot. Ecni me besim drejt Zotit që di gjithçka. Njohëria jon fatkeqësisht është e kufizuar, por urtësia e Zotit është e pafund. Me këto të vërteta dhe inkurajime, ju ftoj miq të dashur që të drejtohemi Perëndis me anë të lutjeve. Le të lutemi Zotit së bashku. Aty një dashur qellor, të falenderojmë që nuk je një Perëndi i heshtur, por një Zot që flet, dëgjon dhe që përgjigjesh. Na mëso se si të kërkojmë përpara se të kërkojmë zgjidhje tek njerëzit. Na jep një zemër që beson edhe kur nuk shikon dhe që ende nuk dallon dot përgjigjet që pret nga ty. Na zbulo të gjëra të mëdha që janë në planin tënd për jetën tonë, me epurtësi për vendimet tona, dritë në shtegun tonë dhe guxim që të ecim me bindje ndaj fjalës tënde. O Zot, mos të lejo të mbështetemi në mençurinë tonë, por në zbulesën që vjen nga prania jote në Jezu Krishtin Zotin tonë. Bekoj burrat dhe gratë, fëmijët, familjet. O Zot, rrethoj me të mirat e tua, jepi udhëheqje dhe forcoj besimin në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi. Shpresoj që të ketë qenë bekim dhe inkurajim për të gjithë ju që prisni në emrin e Zotit, që Zoti t'ju flas. Ai ka premtuar, mu drejtoni dhe unë do t'ju përgjigjem. Zoti ju bekoft pafund, ju dhe familjen tuaj. Pres t'ju takoj sërish nesër në mëngjes në meditimin e radhës. Deri atëherë, bekimet e Zotit për ju. Miru takofshim.